Shkojmë tek lajmi i radhës, ndalemi nga Travolta tek një robot i cili me sa duket është kthyer pak shqetësim për autoritetet e aviacionit, duke thënë jo më robot në bord. Southwest Airlines ka ndaluar zyrtarisht transportimin në avion të robotëve humanoid dhe robotëve të cilat kanë forma kafshësh pas rastit kur një robot i quajtur Stevie udhëtoi në një fluturim nga Las Vegasi drejt Dallasit. Kompania ajrore sqaroi se ndryshimi i politikës lidhet me shqetësimet për sigurinë. Okej, sigurim për çfarë? Veçanërisht për bateritë me litium që përdoren nga pajisje të tilla teknologjike gjatë fluturimeve. Okej, pra e kanë sqaruar që ka të bëjë gjithçka me baterinë. Sipas linjës ajrore, vendimi nuk është marrë si pasojë e një incidenti të vetëm, por si pjesë e një rishikimi më të gjerë të masave të sigurisë në bord. Rasti ka ngjallur debat në industrinë e teknologjisë dhe aviacionit, ndërsa përdorimi i robotëve humanoid po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm në jetën e përditshme. Unë akoma kam një lloj dëshire shumë të madhe që të marr atë robotin që të palos rrobat, që të bën ato punët e shtëpisë. Ai është roboti që do doja unë ta kisha. Nio, mos gaboj, e ka emrin diçka e tillë, kështu e mbaj mend të paktën. Por besoj do duhet të futem dhe të kërkoj në Google ose në motor të tjerë kërkimi për të siguruar që është ai i duhurit.